Data 5 Korrik, Jozueu, kapitulli 7. Por bijtë e Izraelit kryen një shkelje rreth gjërave të caktuara për shfarosje, sepse Akani, djali i Karmit, i Zabdiut, birit të Zerahut nga fisi i Judës, mori disa sende të caktuara për shfarosje, dhe zemërimi i Zotit u ndez kundër bijve të Izraelit. Ndërkaq që Jozueu dërgoi njerëz nga Jeriko në Ai, që është afër Bethavenit, i cili ndodhet në lindje të Bethelit, dhe u tha atyre: ngjituni për të vëzhguar vendin. Kështu njerëzit u ngjiten për të vëzhguar Ain. Pastaj u kthyen tek Jozueu dhe i thanë: nuk është e nevojshme të ngjitet tërë populli, por le të ngjiten 2000-3000 burra për të sulmuar Ain. Mos e lodh tërë popullin, sepse ata të Ait janë të pak në numër. Kështu u ngjiten rreth 3000 burra të zgjedhur nga radhët e popullit, por para burrave të Ait u ambathën këmbëve. Dhe burrat e Ait vranë rreth 36 prej tyre. I ndoqën nga portët e qytetit deri në Shebarim, duke i goditur në 8 pjet. Dhe zemra e popullit u ligështua, u bë si ujë. Jozueu i grisi atëherë rrobat e tij dhe ra përmbys me fytyrë për tokë përpara arkës së Zotit deri në mbrëmje, ai dhe pleqtë e Izraelit, dhe hodhën pluhur mbi kokën e tyre. Pastaj Jozueu tha: O Zot, pse bëre që ky popull të kalojë Jordanin dhe të bjerë në duart e amorejve për të vrarë? Sikur të ishim kënaqur duke qëndruar këtej Jordanit. O Zot, ç'mund të them pasi Izraeli i ktheu kurrizin armikut të tij? Kananejt dhe tërë banorët e vendit do ta marrin vesh, do të na rrethojnë dhe do të zhdukin emrin ton nga faqja e dhejot. Çfarë do të bësh ti atëherë për emrin tënd të madh? Por Zoti i tha Jozueut: çohu, pse rri përmbys me fytyrë për tokë? Izraeli ka mëkatuar, ata kanë shkelur beslidhjen që u kisha porositur, kanë marrë madje gjëra të caktuara për shfarosje, i kanë vjedhur dhe kanë gënjur dhe pastaj i kanë vënë midis plaçkave të tyre. Prandaj bijtë e Izraelit nuk mund të bëjnë ballë armiqve të tyre dhe kanë kthyer kurrizin para tyre sepse janë bërë ata vetë të mallkuar. Unë nuk do të jem më me ju, në rast se nuk shkatërroni gjërat e caktuara për shfarosje midis jush. Çohu, shenjtëro popullin dhe i thuaj: shenjtërohuni për nesër, sepse kështu ka thënë Zoti, Perëndia e Izraelit. O Izrael, në gjirin tënd ka gjëra të caktuara për të shkatruar. Ti nuk do të mund të bësh ballë armiqve të tu, përderisa nuk ke hequr gjërat e caktuara për shfarosje midis jush. Nesër në mëngjes pra do të paraqiteni fis më fis, dhe fisi që Zoti do të caktojë do të paraqitet, familje më familje, dhe familja që Zoti do të caktojë do të shkojë shtëpi më shtëpi, dhe shtëpia që Zoti do të caktojë ka për të paraqitur me të gjithë njerëzit e saj. Dhe atij që do të gjenden gjërat e caktuara për shfarosje, do t'i vihet flaka atij vetë dhe gjithçka që i përket, sepse ka shkelur beslidhjen e Zotit dhe ka kryer një gjë të keqe në Izrael. Jozueu pra u ngrit herë në mëngjes dhe renditi Izraelin sipas fiseve të tij, dhe u caktua fisi i Judës. Pastaj afroi familjet e Judës, dhe u caktua familja e Zarhitëve. Pastaj afroi familjen e Zarhitëve, person pas personi, dhe u caktua Zabdi. Pastaj afroi shtëpinë e Zabdit, person për person, dhe u caktua Akani, biri i Karmit, i Zabdit, birit të Zerahut nga fisi i Judës. Atëherë Jozueu i tha Akanit: biri im, të lutem mbushe me lavdi Zotin, Perëndin e Izraelit, rrafej atij dhe më thuaj atë që ke bërë, mos ma fshi. Akani u përgjigj Jozueut dhe i tha: në të vërtetë jam unë që kam mëkatuar kundër Zotit, Perëndisë së Izraelit, dhe ja ç'kam bërë. Kur pash midis plaçkës një mantel të bukur të shinarit, 200 sikla argjendi dhe një shufër ari që peshon 50 sikla, pata një dëshirë të madhe për to dhe i mora, dhe ja i kam fshehur në tokë në mes të çadrës sime, dhe argjendi është poshtë. Atëherë Jozueu dërgoi lajmëtarë që vrapuan në çadër, dhe ja plaçka ishte fshehur në çadrën e tij dhe argjendi ndodhej poshtë. Ata e morën nga çadra, ja quan Jozueut dhe tërë bijve të Izraelit dhe e vendosën përpara Zotit. Atëherë Jozueu dhe tërë Izraeli bashkë me të mori Akanin, birin e Zerahut, argjendin, mantelin, shufrën prej ari, bijt dhe bijat e tij, qetet e tij, gomeret e tij, delet e tij dhe të gjitha gjërat që i përkisnin dhe i ngjitin në luginën e Akorit. Dhe Jozueu tha: pse na vuren te lashe? Zoti do të vërë në te lashe ty sot. Dhe i tërë Izraeli e vrau me gur, dhe pasi e vran me gur, e doqën në zjarr. Pastaj ngritën mbi të një grumbull të madh gurësh që ekziston edhe sot. Kështu Zoti u qetësua nga rrëmbimi i zemrimit të tij. Prandaj ky vend quhet edhe sot Lugina e Akorit. Psalmi 137. Atje, pran lumeve të Babilonisë, rrini mulur dhe qanim, duke kujtuar Sionin. Mbi shelgjet e kësaj toke kishin varur qestet tona. Atje ata që na kishin quar në robëri, na kërkonin fjalët e një kënge. Po,
ata që na shtypnin kërkonin këngë gëzimi, duke thënë: na këndoni një këngë të Sionit. Si mund të këndonim këngët e Zotit në një vend të huaj? Në rast se të harroj ty, o Jeruzalem, e harrov dora ime e djathtë çdo shkatësi. Mu lidh gjuha me qiellzën në rast se nuk të kujtoj ty, në rast se nuk e vë Jeruzalemin për gëzimin tim më të madh. Mbaj mend, o Zot, bite e Edomit, që ditën e Jeruzalemit thoshin: shkatërrojni, shkatërrojni që nga themelet. O bia e Babilonis, që duhet të shkatërrohesh. Luma i që do ta laj të keqen që na ke bërë. Luma i që merr foshnjit e tua dhe i përplas kundër shkëmbit. Psalmi 138. Unë do të të kremtoj me gjithë zemër, përpara Perëndive do të këndoj lavdet e tua. Do të adhuroj i kthyer nga tempulli yt i shenjtë dhe do të kremtoj emrin tënd për mirësinë tënde dhe vërtetësinë tënde, sepse ti ke përlëvduar fjalën tënde dhe emrin tënd përmbi çdo gjë tjetër. Ditën në të cilën të kërkova ti mu përgjigje dhe e rrite fuqinë e shpirtit tim. Tërë mbretërit e tokës do të të kremtojnë, o Zot, kur të dëgjojnë fjalët e gojës sate, dhe do të këndojnë rrugët e Zotit, sepse e madhe është lavdia e Zotit. Ndonë se Zoti është i shkëlqyeshëm, ai tregon kujdes për njerëzit e thjesht, por mendje madhe në njeh nga larg. Edhe sikur unë të eci në mes të fatkeqësisë, ti do të më ruash të gjallë. Ti do të zgjatësh dorën kundër zemërimit të armiqve të mi dhe dora jote e djathtë do të më shpëtoj. Zoti do të kryej veprën e tij tek unë. O Zot, mirësia jote vazhdon për jetë. Mos i braktis veprat e duarve të tua. Jeremia, kapitulli i parë. Fjalët e Jeremias, birit të Hilkiahut, një nga priftërinjtë që ishte në Anathoth në vendin e Benjaminit. Fjala e Zotit ju drejtua në kohën e Josias, birit të Amonit, mbreti i Judës, në vitin e 13 të mbretërimit të tij. Ju drejtua gjithashtu në kohën e Jehojakimit, birit të Josias, mbreti i Judës, deri në fund të vitit të 11 të Sedekias, birit të Josias, mbreti i Judës, domethënë deri në robërimin e Jeruzalemit që ndodhi në muajin e 5. Fjala e Zotit mu drejtua duke më thënë: para se unë do të formoje në barkun e nënës sate, të kam njohur. Para se ti të dilje nga barku i saj, të kam shenjtëruar dhe të kam caktuar profet të kombeve. Unë u përgjigja: mjerisht o Zot, Zot, unë nuk di të flas, sepse jam një djalosh. Por Zoti më tha: mos thuaj jam një djalosh, sepse ti do të shkosh te të gjithë ata të cilët do të dërgoj unë dhe do të thuash tërë ato që do të urdhëroj. Mos ki frikë para tyre, sepse unë jam me ty për të të çliruar, thot Zoti. Pastaj Zoti shtriu dorën e tij dhe preku gojën time. Mandej Zoti më tha: ja, unë i vura fjalët e mia në gojën tënde. Ja, sot unë të caktoj mbi kombet dhe mbi mbretërit për të çrrënjosur dhe për të rrënuar, për të shembur dhe për të shkatruar, për të ndërtuar dhe për të mbjellë. Pastaj fjala e Zotit më drejtua mua duke thënë: Jeremia, çfarë shikon? Unë u përgjigja: shikoj një deg bajameje. Zoti më tha: ke parë mirë, sepse unë vigjoloj mbi fjalën time që të ketë efekt. Fjala e Zotit më drejtua për herë të dytë duke thënë: çfarë shikon? Unë u përgjigja: shikoj një vorb që zihen dhe që e ka grykën të kthyer në drejtim të kundërt me veriun. Zoti më tha: nga veriu fatkeqësia do të bjerë mbi gjithë banorët e vendit, sepse ja, unë po bëhem gati të therras tërë popujt e mbretërive të veriut, thot Zoti. Ata do të vinë dhe do të vendosin secili fronin e tij në hyrjet e portave të Jeruzalemit, kundër tërë mureve të tij rreth e qark dhe kundër tërë qyteteve të Judës. Atëherë do të shpall mendimet e mia kundër tyre, për shkak të gjithë ligësisë së tyre, sepse më kanë braktisur dhe u kanë djegur të mjanë Perëndive të tjera dhe kanë rënë përmbys përpara veprës së duarve të tyre. Prandaj ngjeshi jetën tua, çohu dhe thuaj atyre tërë ato që do të të urdhëroj. Mos u tmerro para tyre, përndryshe do të bëj që do të tmerrohesh para tyre. Ja, sot po të bëj një qytet fortifikuar, një shtyllë të hekurt dhe një mur bronzi kundër gjithë vendit, kundër princave të tij dhe priftërimve të tij dhe kundër popullit të vendit. Ata do të luftojnë kundër teje, por nuk do të mundin, sepse unë jam me ty për të të çliruar, thot Zoti. Mateo, kapitulli 15. Atëherë skribët dhe farisejt e Jeruzalemit erdhën te Jezui dhe i thanë: përse dishepujt e tu shkelin traditën e pleqve, sepse nuk i lajnë duart e tyre kur han bukë. Por ai u përgjigj dhe u tha atyre: dhe ju përse shkelni urdhërimin e Perëndisë për shkak të traditës suaj?
sepse Perëndia urdhëroi duke thënë: "Ndero atin tënd dhe nënën, dhe ai që mallkon atin ose të hëmën do të ndëshkohet me vdekje." Por ju thoni, kur dikush i thot atit ose nënës, gjithçka me të cilën mund të të mbajë ai është ofruar Perëndisë, atëherë ai nuk është më i detyruar të nderojë atin ose nënën e tij. Kështu, ju keni prapsuar urdhërimin e Perëndisë për shkak të traditës suaj. Hipokrit, mirë profetizoi Isaia për ju kur tha: "Ky popull më afrohet me gojën e tij dhe më nderon me buzët, por zemra e tyre është larg meje, dhe më kot më nderojnë duke thënë mësim për doktrina që janë urdhërime njerëzish." Dhe si thirri turpën u tha: "Dëgjoni dhe kuptoni. Njeriu nuk e ndot çfarë i hyn në gojë, por ç'del nga goja, ajo e ndot njeriu." Atëherë dishepujt e tij ju afruan dhe i thanë: "A e di se farisejt kur i dëgjuan këtë fjalë u skandalizuan?" Por ai duke u përgjigjur u tha: "Çdo bim që Ati im qiellor nuk e ka mbjell, do të çrrënjoset. Lëreni ata, janë të verbër, prijes të verbërish, dhe në qoftë se një i verbër i prin një të verbëri tjetër, të dy do të bien në grop." Atëherë Pietri u përgjigj dhe i tha: "Na shpjego këtë shëmbëltyr." Dhe Jezusi tha: "Edhe ju s'keni kuptuar ende? A nuk e kuptoni se çdo gjë që hyn në gojë shkon në bark dhe ja shqitet në gjiriz? Por gjërat që dalin nga goja, dalin nga zemra, dhe ato e ndotin njeriu, sepse nga zemra dalin mendimet e mbrapshta, vrasjet, shkeljet e kurorës, kurvëria, vjedhjet, dëshmitë e rreme, blasfemit. Këto janë gjëra që e ndotin njeriu, kurse të hash me duar të palara nuk e ndot njeriu." Dhe Jezusi, pasi u largua që andej, u nis drejt rrethinave të Tirës dhe të Sidonit. Dhe ja një grua kananase, që kishte ardhur nga to anë, i bërtiti pas, duke thënë: "Ki mëshirë për mua, o Zot, o biri i Davidit. Vajza ime është tmerrsisht e pushtuar nga një demon." Por ai nuk u përgjigj asnjë fjalë. Dhe dishepujt e tij ju afruan dhe ju lutën duke thënë: "Lëshoje atë, sepse po bërtet pas nesh." Por ai u përgjigj dhe tha: "Nuk jam dërguar gjë tiju përveç se të delet e humbura të shtëpisë së Izraelit." Por ajo erdhi dhe adhuroi duke thënë: "O Zot, ndihmom." Por ai u përgjigj duke thënë: "Nuk është mirë të marrësh bukën e fëmijëve dhe t'u hedhësh këlyshve të qenve." Por ajo tha: "E vërtet, Zot, se edhe këlyshtet e qenve han nga thërrimet që bien nga tryeza e zotrinjve të tyre." Atëherë Jezusi u përgjigj duke thënë: "O grua, i madh është besimi yt. Tu bëft ashtu si dëshiron." Dhe që në atë çast e bia u shërua. Dhe masi u nis që andej, Jezusi erdhi pranë detit të Galiles, u ngjit në mal dhe u ul atje. Dhe turma të mëdha erdhën tek ai, duke sjell me vete të qalë, të verbër, me mec, sakat dhe shumë të tjerë, dhe i ulën pranë këmbëve të Jezuit dhe ai shëroi. Ai sa turmat mrekulloheshin kur shikonin se me mecet flisnin, sakatët shëroheshin, të qalët ecnin dhe të verbrit shihnin dhe lëvdonin Perëndinë e Izraelit. Por Jezu i thirri dishepujt e vet dhe u tha: "Kam dëmshuri për turmën, sepse u bën 3 ditë tashmë që rrin me mua dhe nuk kanë asgjë për të ngrënë. Dhe nuk dua t'i nis të pa ngrënë se mos ligështohen gjatë rrugës." Dhe dishepujt e tij thanë: "Po ku mund të gjejmë në këtë vend të shkret aq bukë sa të ngopim një turmë kaq të madhe?" Dhe Jezusi u tha atyre: "Sa bukë keni?" Por ata thanë: 7 dhe pak peshq të vegjël. Dhe ai u dha urdhër turmave të uleshin për tokë, dhe i mori 7 bukët dhe peshqit, falenderoi, i theu dhe u dha dishepujve të tij dhe dishepujt turmës. Dhe të gjithë hëngrën dhe u ngopën, dhe ngritën te pricën e copave 7 kosha plot. Por ata që hëngrën ishin 4.000 burra veç grave dhe fëmijëve. Dhe mbasi e lejoi turmën, hipi në bark dhe erdhi në krahinën e Magdalas.